veprimet e plota dhe gjithashme. Shikon veprimet e timore, sepse mund ndodh për me arrit një konkluzion sa më të sakt, shikohet, shifen provat, për shembull, nëse është e vërtetë se shpyt kallëzuesi, duhet dytet se ndoshta ka i faktri. Shikohen gjitha veprimet, por unë problemin më të madh e shoh tek organet e vettingut. Ky hetim duhet ishte bën nga vettingu, që të kishte dalë me një vendim përfundimtar, s'kishim se hyrim këtij debati. Për çfarë kanë marrë ato rroga, për çfarë kanë marrë parat ato rroga nga 6-7 milion lekë në muaj, bodyguard, roje, gjitha në fund fare na del që s'kan bë asgjë. Se topi është edhe në fushën e spagut është edhe nga organet e vettingut, nga ata të cilët nuk kanë bë asnjë lloj verifikimi. Pra, e para, mos funksionim të organeve të vettingut të cilët duhet e kishin zgjidhur këtë çështje. Është kështu, jemi dakord, s'ka vepër ose nuk është vepër, e konfirmon dhe ikën apo. E ka zgjidhur me vetë, thotë, ka kaluar, thotë ka probleme. Po mi pas ka, po tash këto duhet ishin zgjidhur këto dosje. Po një sekond pra tani. Duhet të ishte në vettingu thotë nuk ka problem. Spaku thotë se ka pa fare vettingu këtë punë. Normalisht kanë kaluar në një Po fitë. si ka kaluar pra, përderisa ka kaluar filmi domosdoshmë s'është problem. Tani spaku thotë ka vepër. Gjykata ka drejtën kushtetues të bekimit. Me ndryshimet e fundit kodit procedurës penale, thonë i ke bë veprimet. Tani një pyetje ka mund vë si ish prokuror. Tani kur ke besoj nuk e di të ka rastis ndonjëherë të shkosh gjykat duke të kërkuar pushimin e çështjes? E ta kthen, s'ka asnjë. Jo, të ka rastisur. Me 10 raste. Atëherë, kur ke shkuar në gjykat me idenë, me bindjen, ke qenë i bindur që aty s'ka vepër penale apo ke qenë me dyzim? Gjersa e firmos atë, kur e firmos tash je i bindur. Pra kemi një spak plotësisht të bindur që aty s'ka probleme me gjyqtarët. Ne konstatojmë që funksionon gjykata, kur ka veprime shtesë, është diçka pozitive, unë e shoh pozitive këtë, që ka për veprime shtesë, të arrihet në një konkluzion përfundimtar dhe të saktë. Mund shkoj për pushim përsëri? Mund shkoj prapë për pushim, s'kemi pse ta paragjykojmë. Pra verifikohen edhe këto ose kryet edhe këto veprime. Kemi një gjyqtar që akoma është në Fiet Perit, edhe 6 muaj do presja ajo tani. Dhe ky është problemi i sistemit, nuk ka me hallë gjyqtarës. Po një sistemi të vetë duhet të kishte verifikuar te vettingu gjyqtarën tani njerëz. Le ta mbaroj Karança. Tjetri çdo ditë kur gjyqtarët, kur del çdo gjyqtari. Po si ajo kemi një fakt ndodhur. Jo, se kam do tani, po ja të mbaroj. Për sa i përket veprime, unë nuk shoh në problematik, sepse kjo ka vite kjo çështje. Për 6 muaj është një afati i mjaftueshëm, person nënë tim nuk është, pra që krijon probleme për punën do vazhdoj hetimet. Unë jam dakord që të mos bëjnë dhe ankim në apel, që sa më shpejt kjo çështje të mbaroj, të zgjidhen gjitha këto që thot Beni, qofse është jam dakord. Qofse një person s'ka bë vepër, s'mund ta dënojmë me zor, ose nëse është parashkruar, është gjë tjetër, sepse janë ngjarje 2002-shit. Këto edhe kjo vepër s'ka një asgjë, kalimi. Jo vetëm këtu, po edhe shumë. Bëhet fjalë nëse ka patur dieni apo jo gjyqtare. Kjo është pak a shumë që ka jetuar spaku. Hetimi. Tani ka lidhje prokura, që quhet prokura me procesin dhe me dienin do ta sqaroj. Okej, shkojmë pak publicitet dhe rikthehemi.